Një mjet i rënd që qëndron prej muajsh pa lëvizur, ujëra të zeza të dala në sipërfaqe dhe bloqe betoni të shkullura nga vëndi dhe të hedhura kuturu. Kjo është panorama që ofron prej muajsh pjesa fundore e shëtitores Taulantia afër Sfinksit në Durrës, aty ku është planifikuar të zbatohet projekti i financuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Qëllimi i projektit të studios spanjolle të themeluar nga arkitekti i famshëm Ricardo Bofill është përmirësimi i aspektit viziv të kësaj hapësire publike, që frekuentohet në masë të madhe nga qytetarët durrësak në çdo stin të vitit. Por për muaj të tërë, kjo hapësirë është kthyer në një kantier të braktisur, duke shkaktuar indignatë tek frekuentuesit e rrekut të shëtitores dhe komunitetin e zonës. Qeveri hajdutësh këto s'kan men me bo punën, kanë men me vjedhë, kështu që mos kanë mërë para dhe kanë ikë. Kjo është problemi herë për herë në keqe që vjen. Dolën në pagë gjithë ato ujërat e zeza që derën nga lokalet. Këtu janë për vjallë, nuk janë për turnu. Në që se fillon tërtarë, duhet të mbaroj. Ama që se të vëdhen të bëjnë kështu, nuk ka si lloj knajësie njeriu. Ne vim nga jashtë dhe të shofë është këtu, ose atje hajnë, kurse këtu është pisli, ku si më thonë, mëse se shumë. Është era e rënd? Ata po se po. Ajo më keq, akoma më keq. Këto fillun fillim të verës, punun një javë, në maj punun një javë në qershor dhe u zhdukën. Ndoshta pse gjatë verës nuk punohet në Bregdet. Tash akoma s'na filluar. Kjo është ndërhyrja e tretë në shëtitoren Taulantia në harkun kohor të 5 viteve të fundit, që konsiston në rehabilitimin e saj. Për një emigrant, ndërhyrje kaq të shpeshta tregojnë mungesën e vizionit të projektuesve për të realizuar një investim afatgjatë. Këtu bëhet vjedhje. Kur bëhet një planifikim për shumë vjeçar. Këtu nuk bëhet planifikime për perspektiva, po këtu bëhet planifikime kush duhet mbjelli. Kjo është arsyeja. Në ndërhyrjen që financohet nga Bergj dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, planifikohet ndër të tjera ndërtimi një dallgëthyesi dhe zëvendësimi i bankinës së Drujt me pergolate betoni me lartësi mbi 2 metra. Investimi duhet të mbyllej brenda 8 muajsh, por si duket edhe turistët e vitit të ardhshëm do t'i gjejnë ende punime të papërfunduara.